ndam të njëjtin shqetësim serioz. Ne e dim fare mirë se shqiptarët nuk kanë të drejtë azili në Bashkimin Evropian, por kjo është një çështje që duhet parë jo vetëm si problem sigurie, gjë për cilën bashkëpunimi ynë me Gjermaninë dhe me vendet e BE-s ka qenë dhe mbetet në nivelin më të lartë, por edhe si një problem social që mund të lehtësohet ndjeshëm përmes mbështetjes ekonomike dhe politike Bashkimit Evropian ndaj vendit tonë. Shpresa për punësim real dhe mirëqenie është një shtysë e fortë në të drejtim dhe konfirmimi nga ana e Bashkimit Evropian i progresit bërë nga vendi ynë pas marrjes statusit të vendit kandidat përmes çeljes fazës tjetër të procesit integrimit do të fuqizonte shumë solidaritetin në Shqipëri dhe mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Shqipëria nuk është një vend prej të cilit azil kërkuesit pra do të njihen si azilant, po sigurisht që Gjermania ka nevojë për fuqi punëtore të kualifikuar dhe mendoj që Shqipëria bën pjesë në ato vende që mund ta ofrojë këtë fuqi punëtore. Mua më duket diçka mjaft e mirë që flasim hapur rreth këtyre gjërave sepse nuk mund të ndodhë që nga njëra anë të bëjmë kërkesën për antarësim në Bashkimin Evropian dhe nga ana tjetër të kemi qytetarë të vendit tonë që kërkojnë azil në vendet e Evropës Perëndimore. Praktika ka treguar që sigurisht mund të diskutohet për një vend të origjinës së sigurt në rastin e Shqipërisë.